Shkojmë sërish në zhvillimet politike ku Eksiola Sheu po ndjek gjithë punimet e Asamblesë Përgjithshme të Partisë Socialiste ku po mbajt ditën e sotme në Lales. Eksiola të përshëndes sërish. Pak më parë ne raportuam së bashku atë që pritej të ndodhte, ndërkohë që fjalën hapse e pati zoti Klosi. Por me sa duket në fjalën e tij morëm disa sinjale sa i takon asaj që po diskutohet momentalisht, aktualisht, që janë drejtuesit politik të 12 qarqeve, por me sa duket ka nisur edhe me kritika ku fol për humbjen në Kavaj, që ndikoj edhe tek rezultati në Tiranë, por edhe me një, mund themi, analistë të përgjithshme të 12 qarqeve. Tani është me sinjal të mbyllur, po diskutohen mbas zhvillimet apo një bilans për parlamentarët e 11 majit nga drejtuesit e 12 qarqeve, dhe kryeministri Rama do të flas pak më vonë. Çfarë arritet të marrë si elemente politike nga fjala e zotit Klosi dhe atë përkojnë me analizën që t'i bën vetë si gazetare dhe si njose shumë e mirë e kësaj partie ndër vite? Alba, aktualisht, siç ti e përmendë, është pjesa e mbyllur. Drejtuesit e Partisë Socialiste kanë vlerësuar se fjala e 12 drejtuesve politik në qarqe do duhet jetë e mbyllur, ku do të ketë një raport sa i takon Partisë Socialiste nga secili prej drejtuesve që drejton qarkun. Padyshim që pikat kryesore do të jenë jo vetëm vlerësimet dhe rezultatet që Partia Socialiste ka arritur, por edhe pikat më të dobta për të patur një përmirësim më të mirë në zgjedhjet vendore që do të mbahen pranverën e 2027, si pari ka raportuar qarku i Beratit. Duhet teksuar se koha në dispozicion e secili drejtues qarku është 5 minuta dhe aktualisht është Arbian Mazniku, drejtuesi politik i qarkut Elbasanit, që po mban fjalën e tij. Për të ndalur pak tek ajo që ne ndoqëm fillimisht live në pjesën e parë, fjalën e sekretarit përgjithshëm të Partisë Socialiste, Blendi Klosi, për më shumë se 20 minuta, zoti Klosi teksa vlerësoi dhe pati fjalë pozitive, duhet të për strukturat e Partisë Socialiste për zgjedhjet parlamentare, sigurisht që u ndal edhe tek kritikat apo mënyra se si kjo forcë politike do duhet të organizohet sa i takon zgjedhjeve vendore të 2027-s. Partia duhet të jetë më e fortë, zoti Klosi, më i qartë dhe më e organizuar dhe kërkuese karshi vetës së saj. Ndërkohë, Partia Socialiste tha i forcohet, Partia Demokratike dobësohet. Ne nuk kemi fituar se ata kanë rënë, sipas zotit Klosi, por sepse kemi qëndruar të bashkuar. Këtë e konsideron ai si çelësin e suksesit të kësaj force politike, përkthyer edhe në rezultate ndër vite si në zgjedhjet parlamentare ashtu edhe në zgjedhjet vendore. Partia Socialiste ka marrë një fitore të plot, jo të rastësishme dhe as të ngushtë e të përkohshme. Megjithatë, sigurisht kritika pati edhe për qarkun e Tiranës që ti përmende, humbjen e bashkisë Kavajës dhe ndaj edhe kjo pjesë e mbyllur duhet thënë është për shkak sepse ndoshta publikisht nuk do duhet që kundërshtari të dëgjojë edhe ato mangësi që kjo forcë politike ka në raport me strukturat e veta, pra ato pika të dobta ku do duhet që ti përkthej në rezultat pozitiv vitin e ardhshëm kur është edhe testi me elektoratin dhe me qytetarët që përkthehet më pas në vot. Në fakt, ditën e sotme, përveç organizimit të brendshëm Partisë Socialiste, pikpyetja më e madhe është nëse do të kemi ndryshime të drejtuesve politik në qarqe. Kjo organizat ose më shtatë Partisë Socialiste ditën e sotme në Durrës zhvillohet eksaktësisht një vit përpara se të mbahen. Po, zhvillohet vetëm një vit përpara se të mbahen zgjedhjet e ardhshme lokale, duke marrë parasysh që Partia Socialiste në pjesën më të madhe të rasteve është organizuar dhe nuk i lë asgjë rastësisë apo momentit fundit, mund të ketë edhe nga zoti Rama gjatë fjalës së tij kur tjetë e hapur edhe për mediat në fund të saj ndryshime tek drejtuesit politik në qarqe. Duhet thënë, aktualisht kemi të konfirmuar vetëm qarkun e Fierit, ku do të vijojë të qëndrojë Belinda Balluku, ndërkohë sa i takon qarqeve të tjera mund të ketë ndryshime. Do të vlerësohet nëse këto ndryshime do të bëhen ditën e sotme apo në një periudhë tjetër. Zëra ka, por jo të konfirmuar që pritet ketë disa ndryshime në qarqe, duhet thënë. Aktualisht do doja të përmendja se cilët janë drejtuesit politik në qarqe sa i takon pikërisht vlerësimit që është bërë nga zoti Rama që në shtator të 2024-s kur janë bërë këto ndryshime. Në Tiranë ne kemi si qarkun më të madh 2 drejtuese, Elisa Spiropali dhe
Ogerta Manastiriu. Do të shohim nëse zonja Spiropali do të qëndrojë apo jo në këtë pozicion si drejtuese e qarkut të Tiranës. Në qarkun e Durrësit kemi Emiriana Sakon, që është kryetarja e bashkisë së këtij qyteti, po ashtu edhe në Shkodër njëjtë kemi Benet Becin, drejtues të qarkut. Në Lezhë kemi Ulsi Manjën, drejtues politik, ndërkohë në Kukës, në bazë edhe të ndryshimeve që janë bërë një vit më parë, saktësisht në janar të 2025-s, kemi Eduard Shalsin. Në Elbasan është Arbian Mazniku. Në Fier, që është qarku i pandryshuar, konfirmuar nga kryeministri Rama, është Belinda Balluku, që pati edhe një rezultat të mirë, që u vlerësua në fakt edhe në fjalën e Blendi Klosit pak çaste më parë, teksa ishte duke bërë edhe një pasqyrim të rezultatit të zgjedhjeve të 11 maj të vitit të kaluar. Në Korçë kemi Niko Peleshin, në Gjirokastër Mirela Kumbaron, në qarkun e Beratit Ervin Demo, në qarkun e Vlorës Bledi Çuçin dhe në qarkun e Dibrës, në bazë të ndryshimeve që janë bërë në dhjetor të 2024-s, është sekretari i përgjithshëm i kësaj force politike Blendi Klosi, ndërsa drejtues politik për diasporën është Taulant Balla. Do të mbetet për të parë, siç thash, pasi kjo është pika më e rëndësishme politike, duke marrë parasysh faktin se drejtuesit politik në qarqe janë ata të cilët padyshim kanë një punë mjaft të rëndësishme, po janë udhëheqës të fushatave në secilin prej qarqeve, roli i tyre padyshim që është i rëndësishëm. Siç përmenda, Tirana është një qark i madh me një numër të lartë banorësh. Po ka një specifike Ksiola, besoj, për çështjen e Tiranës, por edhe disa qarqe të tjera. Ksiola ndjesit të ndërpres, ka një specifik Tirana për shkak se zonja Manastiriu si drejtuese e caktuar nga kryeministri Rama kalon edhe si kandidate për zgjedhjet, por që në fakt për shkak të shqyrtimit të dosjes së zotit Veliaj edhe u anulluan, por edhe zonja Spiropali. Pra mbetet për të parë nëse do të kemi sërish të njëjtat figura, do të kemi figura të reja, dhe nëse vin figura të reja, kush do të jenë për shkak të përqendrimit më të madh të popullatës, Tirana si qarku më i madh politik, edhe mbase përpeshë politike që do të ketë, nëse do të ketë drejtime, personi që do të marrë drejtimin apo personat që mund të marrin drejtimin e Tiranës. Pra besoj edhe ajo vëmendja juaj e shtuar dhe kurioziteti shumë i madh nga ju si gazetar të politikës për elementin që pritet që të bëjë ndryshimin me atë që mund të ndodhë me lancimin e emrit nga zoti Rama. Pjesa më e madhe e tortës, nëse mund të shprehemi kështu, padyshim që është Tirana, dihet numri i lartë i popullsisë përqendruar në këtë qark. Megjithatë, në bazë të ndryshimeve të bëra në shtatorin e 2024, zoti Rama vlerësoi se ky qark nuk duhet mbahej nga një individ i vetëm, por do duhet që të ndahej kjo gjë, dhe aso kohë i vendosi që të ishin jo një, po 3 drejtues politik, duke nisur nga Erion Veliaj, Elisa Spiropali dhe Ogerta Manastiriu. Në kushtet kur zoti Veliaj, që prej shkurtit vitit të kaluar ndodhet në paraburgim, kemi zonjën Spiropali dhe zonjën Manastiriu. Zoti Rama e ka propozuar si kandidate për zgjedhjet që ishin parashikuar për të mbajtur në nëntor të 2025-s. Zoti Rama, citoj gjithmonë, deklaroi se kur do të mbahen zgjedhjet në Tiranë, Ogerta Manastiriu do të jetë kandidatja jon. Nuk dim nëse do t'i qëndrojë kësaj deklarate apo jo. Kjo do të mbetet për të parë. Megjithatë, duke marrë parasysh peshën elektorale që Tirana ka, mendoj se do duhet jetë një figurë e cila të ketë vite kontribute në Partinë Socialiste, ta njohë mirë politikën dhe të ketë një peshë të rëndësishme, por se kush do të jetë kjo, padyshim do të jetë zoti Rama, që do e vlerësojë nëse gjithmonë ditën e sotme ai do të zgjedhë që të bëjë disa ndryshime në drejtuesit politik. Ne kemi disa sinjale apo indicie jo të konfirmuara, pasi fjalën e fundit e thot vetë zoti Rama në fjalimin që do të ketë, dhe zakonisht ai zgjedh 2 apo 3 fjalit e fundit për të bërë këto ndryshime, pasi ka bërë një përmbledhje me pikat pozitive dhe negative, apo se ku do duhet të ndërhyet në strukturat e kësaj force politike. Kjo do të mbetet për të parë, duke mos nënvlerësuar qarqet e tjera. Padyshim që vëmendja më e shtuar është në Tiranë, nga ana tjetër nëse zonja Spiropali, siç përmenda, do të qëndrojë apo jo, dhe këtë ne lidhim Alba edhe me faktin se zonja Spiropali mungoi në një vendimarrje të rëndësishme të grupit parlamentar të Partisë Socialiste në 12 mars në parlament. Ne gazetarët shpeshherë të tilla qëndrime edhe i vlerësojmë dhe i analizojmë se si do të përkthehen nga ana e leadershipit të Partisë Socialiste. Ndaj do them që do të mbetet për të parë Tirana. Dhe nëse do të vendoset, padyshim do të jetë dikush që ka një peshë të lartë dhe një kontribut ndër vite në Partinë Socialiste, për shkak sepse Tirana ka edhe përqendrimin më të madh dhe është